Dashi, sot energjia juaj do të ndriçojë si një flakë që nuk shtëron kurrë. Kujdesuni që pasioni juaj të mos kalojë në impulsivitet në marrëdhëniet personale. Një bisedë e qetë dhe e hapur me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja që kërkojnë të mendoni shpejt dhe të veproni me guxim. Mos kini frikë të dilni nga zona juaj e rehatshme, ndryshimi sjell rritje. Financat tuaja janë në një periudhë të qëndrueshme, por kur nuk dëmton të mbani një sy vigjilent mbi shpenzimin. Pranoni çdo ndryshim si një mundësi për të rritur horizontet tuaja. Në këtë ditë, ndiqni intuitën dhe zemrën tuaj, pasi ato do t'ju drejtojnë drejt një rrugëtimi të frytshëm dhe të lumtur. Bemi, sot qielli i ndritshëm sjell një ndjenjë qetësie dhe harmonie në jetën tënde. Në marrëdhëniet personale, një bisedë e sinqertë mund të forcojë lidhjet që keni me një person të dashur. Merr kohë për të dëgjuar dhe për të ndarë ndjesitë tua. Në punë, përsosmëria është qelësi, do të ndihesh i frymëzuar për të bërë përpjekje shtesë që të çojnë përpara. Financat duken stabil, por do ishte e mençur të kursesh për një plan që ke në mendje. Sot është dita ideale për të reflektuar mbi prioritetet e tua dhe për të bërë një plan të ri veprimi. Kujdesu për shëndetin mendor duke medituar ose duke kaluar kohë në natyrë. Lër harmoninë e brendshme tënde të ndriçojë rrugën që po ecën. Binjakët, në horizontin e kësaj dite, ndjesitë e tua duken më të gjalla se kurrë. Energjia pozitive të fton të përqafosh të papriturat që do të vinë. Në dashuri, është momenti i duhur për qëndrueshmëri dhe komunikim të hapur. Mos hezito të shprehësh ndjenjat e tua, pasi kjo do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim. Në punë, intuita jote është aleati më i mirë. Merr kohë për të reflektuar para vendimeve të mëdha. Financat kërkojnë pak më shumë vëmendje, planifikimi i mirë do të sjellë stabilitet. Kjo ditë të ofron mundësinë të rigjallërohesh dhe të shkëlqesh me talentet e tua. Kujtohu të marrësh pak kohë për veten, ndonjëherë qetësia është miku më i mirë. Buzëqesh, dielli gjithmonë ndriçon pas rredhe. Daforia. Dita e sotme do të sjellë një val ndjenjash të thella dhe të buta. Kujdesu për zemrën tënde dhe lëri ndjenjat të rrjedhin si një lum i qetë. Në dashuri, momentet e vogla do të kenë një ndikim të madh, prandaj vlerëso detajet. Komunikimi i hapur do të hap portat për mirëkuptim më të thellë. Në punë, intuita do të të udhëheqë drejt zgjidhjeve krijuese. Mos e nënvlerëso fuqinë e bashkëpunimit. Kolegët mund të sjellin perspektiva të freskëta. Financat mund të kërkojnë pak më shumë vëmendje. Planifiko me kujdes për të shmangur shpenzimet e tepruara. Kujdesu për mirëqenien duke gjetur pak kohë për qetësi dhe reflektim si një flap që freskon mendjen. Qetësia do të jetë aleati yt më i mirë sot. Luani. Sot, energjia yjeve ndriçon rrugën tuaj me një shkëlqim të veçantë. Në çështjet e dashurisë, lërini emocionet ju udhëheqin drejt bisedave të sinqerta dhe të hapura. Dëgjoni me zemër dhe do të ndjeni një afërsi të re me partnerin. Në punë, mos kini frikë të tregoni kreativitetin tuaj dhe të merrni iniciativë. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate frytëdhënëse. Financat mund të kërkojnë pak vëmendje shtesë, një planifikim i kujdesshëm do të shmangë çdo surprizë të pakëndshme. Ndiqni intuitën në vendimet që do të merrni. Pavarësisht sfidave të vogla, mbani mend se zemra juaj është e fortë dhe e ndritshme. Në fund të ditës, një moment qetësie do t'ju sjellë paqen që kërkoni. Birgjeresha. Nisja e ditës do të jetë e ngarkuar me energji pozitive, duke të ftuar të përqafosh mundësitë që vijnë në punë. Një bisedë me një koleg mund të sjellë një ide të re, ndaj kujdesu të dëgjosh me vëmendje. Në marrëdhënie, një moment i vogël mirëkuptimi do të sjellë më shumë afërsi mes jush. Mos harro të shprehësh mirënjohjen për partnerin tënd, qoftë edhe me një gest të thjeshtë. Financat janë duke u stabilizuar ngadalë, por vëzhgo me kujdes shpenzimet e vogla. Një ecuri e vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Gjej kohë për reflektim dhe qetësi, ndoshta një shëtitje në natyrë do të të ndihmojë të rigjesh harmoninë e brendshme. Beso në instinktet e tua, ato do të udhëheqin drejt rrugës së duhur. Peshorja. Energjitë kozmike sot janë në favorin tuaj, duke ju frymëzuar për të kërkuar harmoninë e brendshme. Në dashuri, shfaqni ndjenjat tuaja me sinqeritet dhe shikoni se si partneri ju përgjigjet me të njëjtën ngrohtësi. Nëse jeni vetëm, një takim i papritur mund të sjellë surpriza të këndshme. Në punë, fokusimi është qelësi. Një projekt i lënë pas dore mund të përfundojë me sukses nëse i kushtoni vëmendje detajeve. Financat kërkojnë vëmendje, planifikoni me kujdes për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Sot, ndjeni fuqinë e natyrës dhe gjeni kohë për reflektim. Dëgjojini instinktet dhe mos nxitoni. Dita ka potencial të shkëlqyer për zhvillim personal dhe qetësi shpirtërore.
Rini të hapur ndaj mundësive që vijnë. Akrepi. Energjia e sotme do të sjellë mundësi të reja për të forcuar lidhjet emocionale me të dashurit tuaj. Një bisedë e thellë mund të zgjidhë keqkuptime të vjetra, duke hapur rrugën për një komunikim më të ngrohtë. Në punë, qëndroni të fokusuar te detajet dhe mos e humbni durimin nëse projektet kërkojnë më shumë kohë se parashikimi juaj. Kujdesuni për financat, sidomos nëse keni planifikuar shpenzime të mëdha. Ndoshta është më mirë të prisni për një mundësi më të mirë. Shpirti juaj është në kërkim të qetësisë, prandaj dedikojini disa momente meditimit ose natyrës. Vetëm për disa minuta, lëreni veten të notoni në ujëra më të qeta. Kujdesuni për veten, ashtu siç kujdeseni për të tjerët. Shigjetari. Dita e sotme mund të sjellë sfida të vogla që kërkojnë durim, por mos u shqetëso, gjithçka do të vendoset në vendin e vet në dashuri, është momenti i duhur për të treguar vlerësimin që ndjen për partnerin. Një bisedë e sinqertë mund të ndriçojë rrugën përpara. Në punë, përqendrohu në detaje dhe mos lejo që të shpërqendrojnë thashë themet. Shpesh, zgjidhja vjen kur më së paku e pret. Financat duken të qëndrueshme, por kujdes me shpenzimet e panevojshme. Një ndjesje e fortë paqeje të mbush zemrën, ndërsa e kupton se çdo sfidë është thjesht një hap drejt zhvillimit tënd personal. Lejo që optimizmi natyror të drejtojë dhe hapësira për mundësi të reja do të shfaqet vetvetiu. Britsjapi. Sot, ndjenjat e tua do të lundrojnë me një oqean të qetë. Në punë, përkushtimi që ke treguar do të shpërblehet. Një koleg i vjetër mund të surprizojë me një ofertë ndihmese. Kujdesu për detajet, ato do të jenë çelësi i suksesit. Financat do të kërkojnë pak organizim shtesë, por intuita jote e fortë do të udhëheqë drejt zgjedhjeve të mençura. Në dashuri, hap zemrën dhe lëri emocionet të flasin. Një bisedë e thellë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je e vetmuar, takimi me dikë me interesa të ngjashme mund të sjellë shkëndija të reja. Gjej momentet për të relaksuar dhe për të dashur veten, pasi harmonia e brendshme është themeli i çdo gjëje të mirë. Ujori. Sot ndihesh je përfshirë në një valës ndjenjash të thella dhe mendimesh të kthjellta. Në marrëdhëniet personale, përpiqu të dëgjosh me zemër dhe jo vetëm me vesh, partneri ja do të vlerësojë empatinë tënde. Në punë, një ide që ke menduar prej kohësh mund të gjejë hapësirë për të manifestuar, ndaj mos hezito të shkëlqesh. Financat kërkojnë pak kujdes, është koha e duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar me mençuri shpenzimet e ardhshme. Zemrën ta përshkon një ndjesi qetësie që duket si një dritë e ngrohtë pranverore, e cila të mbush me shpresë. Prano sfidat sot si mësime dhe lëri të transformojnë. Kujdesu për veten me dashuri e përkushtim. Peshqit. Sot, universi i përgatit një tapet magjik për të shpalosur përpara teje mundësi të reja. Ndërsa zemra mbushet me ëndra, është koha për të shmangur çdo pasiguri dhe për të përqafuar ndjenjat me plotësinë e tyre. Nëse je në një marrëdhënie, sot është një ditë e mrekullueshme për të thelluar lidhjet me një bisedë të sinqertë. Në punë, një ndryshim në perspektivë mund të hapë dyert për bashkëpunime frytëdhënëse. Kujdesi ndaj detajeve financiare do të shpërblejë, duke sjellë një ndjenjë stabiliteti. Bër veshin tek intuita jote, ajo të ndihmon të zbërthesh sekretet e ditës. Ndjenja e paqes dhe qetësisë do të të mbështjellë si një batanie për jujesh, duke të udhëhequr drejt një dite të qetë dhe frymëzuese.